Shiko, kur thash që superstruktura juaj shpesher pengon lëvizjet e tjera të reja, të vogla, cilat ka një lloj qafi. Nuk mund tjetë 3 vjetra, po kjo koncepti ka bu. Kjo koncepti ka bu. Do bëjni si këto Nikola, që ka abuzuar. Ti mund t'jesh, digjo, ti nuk mund t'kesh sindikatë në naftë, sindikatë me njëra, sindikatë në shkot paralele. Kush je ti për me të që? Shkoj ti jetë me ty, nuk do t'jetë me ty. Edhe vazhdo punë. Unë habitem në fakt që ti ke dalë protestë sot se ti je ai që bën freskë dhe shkon nëpër takimet e Edi Ramës. Unë habitem që ke dalë protestë. A të nxori Edi Rama. Jo te Salibrisht shkon ti se keni darë juve dy, jeni dy konfederatë vllaj keni darë. Shkon dhe bëre fushat për Edi Ramën. Jo nuk është personale, po të përdorësh punëtorët për pasuruar veten e tij. Tha, makina është e sindikatës. E kupton ti, ai vdes në minjer që të japi para, ti do të rrish që ti si pyet në qytet. Ka makina ime nuk është sa makina sindikalist të pasur, po që sindikalisti i pasur është i korruptuar, është i shitur. Ti je i shitur zotëri. Ti di pse je i shitur, sepse kur dalin punëtorët në protestë, ti shkon dhe bën kontrata me ata në mënyrë fshet, bën kontrata në mënyrë fshet pa e pasur as komisën e sindikatës. Gjë e cila kanë në pazare bën ju gënjeri dhe mashtroni ato fugaret që merrni mbrapa atje. Unë e kam për veten time radhë të parë që ta them një fjalë të ngjeshtur nga goja. Si thuhet naftar, ti më ke kaq gjithë uzinën e ballë. Jo, e shkatroja ai cilin ti mbështete Edi Rama, që ti shkon dhe i bën vota. Edi Rama, cilin ti shkon dhe i bën vota, e shkatroi uzinën e ballë. E shkatroi në mënyrë flagrante. Ju e shkatruat uzinën. Dhe ti s'bëra asnjë gjë sindikalistie. Ju shkatruat edhe të Fierit, 2 uzinat e Fierit. Ju shkatruat edhe call center. Ju ju të shkatronin fund edhe vetën tuaj. Se si mund të akuzosh dikoj i cili s'ka qenë kurrë në proces. Edhe ato pensionistat që keni mbrapa, ato që ju dhanë status, që ju po jepni status pensionistë, ju e keni një deputet, pse s'merr iniciativë ligjore? E kemi marrë iniciativë. E kali kur, çka keni marrë? Asnjë gjë s'kemi marrë, ju një deputet pasur keni atje. Ajo partia që mbështetet ti, ajo partia që mbështetet ti çfarë ka bërë? Se se keni marrë një iniciativë ligjore me bëni status për minator. Po i gënjeni minatorët e shkreti mani mbrapa aty. Gam të poletje. Çështja është. E shef minator na besoj ne, ty besoj ti. Kur? Kush minator? Kur s'do besoj? Çështja e punëtorëve nuk do zgjidhet. Tani problemi jo. Jo është si. Po ta ulim nivelin e fare. Po nuk dëgjohet kur flasin 4 vjet njëkohësisht. Njerëzit jemi live. Mos ta ulim nivelin e bisedës. Mos e ulni. Ky emision për këtë transparencë bëhet. Tani un kam një pyetje. Kujdes. Kan frikë shteti nga sindikatat, apo sindikatat nga shteti në Shqipëri? Sindikatat nga shteti. Sepse kur ishte Elton Debreshi, që së përmendi zotëria, ishte shteti i cili në fakt, domethënë, qëndroi në anën e kompanisë. Ishte shteti që e shtypi. Ishte shteti që i thoshte punëtorëve që shkonin në shtëpi dhe shpërndauni. Se e dini me kë keni të bëni. Nuk ishte në krah të punëtorëve. Tjetra gjë. Edhe ai ato tha që shteti nuk jemi marr me organizimin. Edhe Kola këtë tha shteti nuk të lë. Dëgjoj. Kolla është ai që ka përshtypur shteti që ka. Edhe se bën sherr, edhe se bën sherr kot, do të thotë se ke drejt. Jo, ajo ka problemi është. Tani, nuk kemi, ju e kuptojmë që